sepse viti 15 besojmë shumë do jetë viti i lartësive të reja. Dhe po shikoja me nge në Bibël, sa herë është përdor shpreha të reja, edhe po lexoj vetëm pak vargje që thot Perëndia të reja, edhe që thot, Isaia 43, kush e di këtë përmendsh? Mos kujtoni më gjërat e kaluara, mos shqyrtoni më gjërat, mos rrini më duke pa çka kanon 2025. Ja, po bëj një gjë të re në 2026, thot Perëndia, ai do të lëshë deg, nuk do ta njihni, por do të hap një rrugë në përshkretir, do bëj që lumej të rrjedhin në vende të vetmuara. Një varg tjetër, dhjata e re. 2 Korintasve 5:17 thotë kështu: prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re, ajo është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha u bën të reja. Që i bie për ty që ke zgjedhur Krishtin. Ai nuk merr njeriu e vjetër edhe mundohet ta rregullojë, ta bëjë në një formë të lezetshme. Jo, ai thotë heq krejt të vjetrën dhe restauron diçka të re. 2 Korintasve, një varg më poshtë, 5:18 thotë kështu: edhe të gjitha gjërat janë nga Perëndia, edhe ky Perëndia na pajtoi me veten e vet përmes Jezu Krishtit dhe neve na dha shërbimin e pajtimit. Shiko, ajo me shkreja të zeza na pajtoi, mund ta kuptoj vetëm Akiluka. E di pse? Sepse ka kuptimin në origjinal, për ato kush merret me financa përveç Akilit tu? Një drejtë e interes, s'ka. Akil vetëm të jangre. Edhe Rimi që merret me financa nuk e ngriti dorën. Kështu që na pajtoi ka kuptimin e çon balancën 0-0. E çon balancën 0-0. Kjo është shumë qef për ato që punojnë me financa, kur ti bën hyrje, dalet, edhe në fund muaj del 0-0, qa qefi. Kam po super punë, e nxorra 0-0. Krishti e ka bërë 0 balancën tonë. Që thot, i ka marrë të gjithë hyrjet, gjithë gjëra që ne kemi bërë, edhe ka çu balancën 0-0, sepse i ka shly, i ka pagu gjithë të shkuarën tonë me gjakun e tij. Edhe ka shumëzuar me 0, e ka kryer, e ka bërë këtë gjë. Madje na ka bërë fringo të ri, thot 2 Korintas, na ka bërë krejtësisht të ri. Në fund të Biblës përmendet prap gjëra të reja. Zbulesa kapitulli 21 thot kështu: dhe ai që rrinte mbi front tha, ja unë i bëj të gjitha gjërat të reja. Sa bukur, është shumë bukur. Perëndia vetëm që pastron edhe fal gjërat e vjetra, por edhe na jep diçka të re, edhe harron atë që ka pastru, atë që ka heq. Edhe kjo është shumë e veçantë. Sepse thua, si ka mundësi, Perëndia është i gjithdijshëm, ai vjen nga përjetësia, shkon drejt përjetësisë, ai di çdo gjë që ka ndodhur deri më sot, ai di nga sot edhe deri në fund, është i gjithdijshëm, por shkrimi thot, ai zgjedh për të harruar diçka. Qa është? Ai zgjedh për të harruar mëkatet tona, të cilat i ka falur. Momenti që i fal, nuk kthehet më. Ja çfarë thotë? Psalmi 103. Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Qetësi, te ky vargu duhet dorë trokiet fort, po prit ta lexoj edhe herë. Sepse ky vargu tregon një gjë të madhe. Ky vargu do vën te frigorifer, ky vargu do vën ke dollapi rroba. Ç'a do lloj veni sa zgjohesh ta lexosh te vargun? Sepse ç'a thot? Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona, edhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Yes! Ai është fantastik. O Zot, sa mirë është shqyr. Sa mirë që nuk na trajton në bazë të gjërave që bëjmë. Vargjet 11-12 thotë kështu: madje, jo vetëm kaq, por sa të lartë janë qejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij. Toka, qielli pafund. Aq e madhe është mirësia e tij. Edhe ndaj atyre që kanë frikë prej tij, ndaj atyre që janë në ICF Tirana sot. E vërtet, edhe për ne, edhe për këto.
Pjesa tjetër, sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Sa bukur. Hebrejve thot, kapitulli 8, vargu 12, sepse unë do të jem i mëshirshëm, unë do t'i fal për pasuesitë e tyre. Edhe pjesa tjetër çfarë thot, ajo që çiksi me bold, më trash. Nuk do të kujtoj. Zoti zgjedh, Perëndia i gjithdijshëm zgjedh. Unë do ta fshi nga rami im, do ta fshi nga kujtesa ime, do ta bëj delete, do ta çoj te recycle bin, do shkoj te recycle bin, do ta fshi dhati. Do t'i fshi atë që ta kam falur, edhe nuk do të ekzistoj më. Edhe kjo është super e bukur. Kjo është shumë e veçantë. I tillë është Perëndia. I tillë është, ai na jep një fillim të ri. Edhe shiko, është i vetmi që na kujton mëkatet e të shkuarës është i ligu. Se do të na dëmtoj, do që të ndihemi inferior, do që të zvoglohemi. Por nëse ti ke zgjedh Krishtin dhe ato faje janë pastruar, Zoti thot, unë nuk do t'i kujtoj, do t'i harroj. Çka ke ti që i kujton? Unë i kam fshi, i kam bë delete, i kam zhduk. E shiko, një gjë tjetër që është e bukur, shiko, gërmo, gjeta një gjë shumë veçantë, që shkon fiks me situatën ku jemi. Edhe është libri Levitikut, është libri 3 i Biblës, edhe te një kapitulli 25, flitet për vitin jubilar. Edhe nëse ti je kurioz për ditë më shumë detaje, lexoje gjithë kapitullin si ishte i bukur, unë do të lexoj vetëm vargun 10, sepse vargu 10 ka një numër aty që përkon me situatën tonë. E di cili numër është? Numri 15. Në çfarë viti jemi ne? Në vitin e 15. Edhe në vitin e 15, Zoti thot popullit të tij i thot kështu: do të shejtëroni vitin e 15 dhe do të shpallni në vend lirinë për gjithë banorët e tij. Do të jetë për ju një vit jubile, secili prej jush do të kthehet në pronën e vet dhe secili prej jush do të kthehet në familjen e vet. Viti 15, e di si quhej? Viti i favorit të Zotit. Në dhjetën e vjetër, viti i favorit të Zotit, ose viti i pranueshëm i Zotit, ishte viti kur bëhej si reset hynor, refresh hynor, ka fillimi krejt. Është shumë e veçantë. Edhe ja të shohim çfarë reseti bëhej. Së pari, bëhej çdo gjë e re, ishte si rifillim. Çdo njeriu i jepej një mundësi e re. Nuk kujtohej më. Po shiko se ti ke ngel shkollë. Shiko se ti nuk kujtohej më çka kishe ndodhur përpara. Të gjithëve jepeshin mundësit një lloj nga zero. Sepse i qet çdo gjë e vjetër. Edhe kjo është shumë qef. Shok, viti 2006. Qof kështu për ne. Duke mos kujtu fare çka ka ndodhur, por duke parë përpara, kemi një mundësi të re. Zoti na jep një vit të ri. Mëshira e tij është e re e freskët çdo ditë. Edhe çfarë bëhet tjetër? Faleshin borxhet. Ose që ti ishte në Shqipëri? Se kam 8 vjet kredi për pagu. Edhe ishte qef, ishte ky viti. Në njërë thot, edhe unë sa ka marrë telefoni me kredi, mirë do ishte, apo makinën, apo qa më të kesh marrë. Shiko, faleshin borxhet në vitin e 15, edhe kjo është qef, kush nuk do donte ti faleshin borxhet, a do doje ti të faleshin borxhet? Gjithë do donim, por me i kusht. Të faleshin borxhet, nëse dhe ti u afalje borxhet gjithë tjerëve. Ke pjesa dytë? Pëlqen? Çiksi me hile? Ishte me kusht. Sa qefe shiko, të fale kredia e telefonit, makinës, shtëpisë, është por ama ajo që shikon, ajo që shikon në shkrim. Kur do diçka nga Perëndia do që ta bësh atë gjë dhe për tjerët. Që do të thotë, gjë me kujdes. Nëse ti nuk fal të tjerët, ti bllokon hirin e Perëndisë në ty edhe në familjen tënde. Opa! Me spec. Po sikur, ashtu siç na fal Perëndia ne, nga sot ti të falësh të tjerët. E ta fillosh 2026-ën, unë i fal të gjithë. Edhe në njëri thot, ke kollajti, sa ai nuk e meriton. E di, ai do dajak, e di që do dajak. E di që e ka hak një dru,
Por, mos fal për hir të atij të asaj. Fal për veten tënde. E di pse? Sepse Perëndia do të çeli dyert e bekimit edhe favorit në ty. Në ty, ke ty. Është fale për të mirën tënde, për të marrë çdo gjë që Perëndia ka për jetën tënde. Çështja tjetër, çliroheshin të burgosurit dhe të dënuarit. Sa qef? Nëse ti kishe një skllav në atë kohë që shërbente për ty, mas 15 vjetësh, ishte i lirë, si ishte më joti. Burgjet mas 15 vjetësh, bosh krejt. Faleshin, sklavërit lirëshin të lirë, burgosurit dilin jashtë. Shiko, ka gjasa, në njëri po thot, po me ne si shkon kjo? Ka gjasa që në njëri ka kohë që është sklav, është në pranga nga diçka. Është diçka që është bërë pjesë e jetës tënde, edhe nuk ikën. Sa ikën ti, vjen mrapa. Sa ikën ti, vjen mrapa. Mund të jetë huq, mund të jetë një gjes, mund të jetë një varësi, mund të jetë një traumë, mund të jetë kujtime, çdo lloj gjë. Shok është viti për qenë i lirë. Për qenë i çliruar, pa për boll e ke majt pa qëra atë traumën, atë kujtesën te koka jote. Ka ne gjithë të kohë nuk ka paguar qëra. Lëshoje edhe hiqe. Sepse është viti që çlir, është viti që falesh çdo gjë. Tjetër çështje, riktheje ajo që kishe humbur, që ndote. Tokat, pronat i ktheheshin pronarit origjinal, edhe një gjë tjetër në vitin jubilar, as nuk mille, as nuk korrej, e di pse, Zoti siguronte bollëk. Siguronte aq bollëk, më shumë sa çdo kishte bërë mundi tyre po t'ishin lodhur. Edhe ishte viti ku nuk është që punoje fort, ishte viti që besohe fort. Edhe Zoti e bekonte popullin e tij në mënyrë të papave. Shiko, një gjë e veçantë. Kur Jezusi del sefte fare, fillon shërbesin e tij për herë të parë, po e gjete, çfarë thot? Cilët pjesë të shkrimit lexon? Hajde shkojmë edhe shohim. Luka kapitulli 4, vargje 16-17, Jezusi shkon me nënën e tij në kish, në këtë rast shkonte në sinagogë, edhe i jepet diçka për të lexuar. Hajde ta shohim. Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si e kishte zakon, ditën e shtunë, hyri në sinagogë. Si që kishte zakoni. Çdo të shtunë, çdo shabat, shkonin kish. E bukur, apo jo? Edhe i dhanë në dorë të lexonin librin e profetit Isaia, e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar. Përfshir, trimi çike kjo pjesa me boll që duket çik më e madhe. Siç e kishte zakon. Është shumë e veçantë. Është shumë qef që ato siç e kishin zakon, çdo shabat shkonin kish. Është shumë e veçantë. Nuk e di momentin që ti ke besu Krishtit edhe deri më sot, si ka qenë rutina jote, a ka qenë pjesë e jetës tënde të shkuarit në kish. Për mua 33 vite që besoj Krishtit, ka pas një maksimumi 2 diela që mund në një vit që mund mos ke shkuar. Pse? Sepse është zakon. Edhe, shiko, kot ju them juve se ju edhe ju zakon e keni, se keni artu. Unë e ka me ty që janë online, jo edhe juve ju dum shumë. Por e ka me këdo, shiko, që vinë rallës edhe nuk vinë shpesh. Shiko, Jezusi vetë shkonte, si që ishte zakoni, çdo shabat, me nërën e tij, shkonte në sinagogë, edhe imagjino se kur ky zakon t'jeti fort për çdo të krishterë. Edhe me në telefon, alo, çfarë do bësh sot? Sot është e diel. Kish më çfarë do bëj? Po psella ti ishe para javën kish. Po siç e kam zakon, unë dhe familja ime e kemi zakon, çdo diel ne shkojmë në kish. Hajde shkojmë te pjesa e pasazhit se u hutova te kjo. Vargje 18-19. Qa lexoi Jezusi? Lexoi fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ngjillizuar, për të shpallur lajmin e mirë të varfrit. Të varfër ka kuptimin skamësit në frym, predikimin mal, lumata që janë skamës në frym. Erdhi për të dhënë lajmin e mirë atyre që ishin skamës në frym. Ai më dërgoi për të shëruar ata që kanë zemrën e thyer, shpall lajmin e mirë,
shëroj ata që kanë zemrën e thyer, për të shpallur çlirimin e të përgosurve, për kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypërit, pjesa e fundit. Shive që këta notë pjesa e fundit, me këtë ngjan pjesa e fundit. Dhe për të predikuar vitin e favorit të Zotit, vitin e pranueshëm të Zotit. Tada! Është shumë e bukur. Ky ishte referenca e parë që Krishti lexoi, edhe nga ai moment filloi shërbesin e tij. Shiko, prit pak. Se mos ngatrohemi teologjikisht. Më dëgjoni. Favori i Krishtit nuk është vetëm vitin jubilar. Favori i Krishtit është çdo vitin, çdo vjet, çdo muaj, çdo javë, çdo ditë. Nuk është vetëm një herë, është gjithkohën. Me Krishtin është jubile çdo ditë. Çdo javë, çdo muaj, gjithkohën. Thjesht ai na jep mundësi të reja çdo ditë, thjesht po theksoj që ka diçka gjëra të veçanta të vitit jubilar. Nuk do thotë që në 2027-ën, s'kemi më as favorin e Zotit, as mbrojtjen e Zotit, as asgjë. Nuk është e vërtetë. Kur ke Krishtin, favori i tij është me ty, mbrojtja e tij është me ty, gjaku i tij është mbrojtje mbi jetën tënde, edhe gjithë të gjërat e tjera. Thjesht po theksoj që ka ca të veçanta viti jubilar.